tek pjesa bullizimeve, tek pjesa e marrëdhënieve, tek pjesa e shoqërisë, tek qoshin ato rrahje ose diçka tjetër që neve në mënyrë të pavetëdijshme na e kanë sugjestionuar këto lloj gjërash. Dhe gjithmonë këto lloj trauma shkojnë dhe futen tek trupi jon. Dhe në mënyrë të pavetëdijshme me kalimin e kohës ne nuk i ndjejmë vlerat që kemi. Ne nuk e ndjejmë në të vërtetë se kush jemi. Gjithashtu kemi emocionet e shtypëra, të cilat sërish shkojnë tek trupi jon dhe gjithmonë na shfaqen me lodhje kronike. Pra nuk e dim edhe nëse kemi një punë shumë të lehtë, një punë shumë të thjeshtë, ne thjesht ndjehemi të lodhur. Ose sapo zgjohemi nga gjumi, gjithashtu fillojnë